Sheshi i Tetovës sot ka qenë i mbushur me gjallëri, ngjyra dhe buzëqeshje fëmijësh. Për nder të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, nxënësit e qerdheve të qytetit organizuan një manifestim kulturor. I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili theksoi se fëmijët janë e ardhmja e shoqërisë, prandaj krijimi i kushteve më të mira për ta mbetet prioritet. Sot këtu në sheshin e Tetovës, këta fëmijë kanë zbukuruar këtë ambient me këtë program që kanë organizuar. Patjetër që ajo që më shumë t'i avlen angazhimi publik dhe politik është për këta fëmijë që t'ju krijojmë kushte më të mira në ambientet ku ata kalojnë pjesën më të madhe të ditës, por sigurisht edhe me investimet të cilat bëhen në infrastrukturë, të cilat bëhen në shkolla, të cilat bëhen në ambiente tjera për sport dhe për kulturë, janë ambiente të cilat ne po krijojmë apo investimet të cilat po i bëjmë për të ardhmen e këtyre fëmijëve. Prandaj ne kërkojmë dhe nga të punësuarit në qerdhen e Tetovës që të punojnë me këta fëmijë, të përgatitin këta fëmijë për të ardhmen, për jetën, sepse është investimi më i mirë që mund ta bëjmë. Nga ana tjetër, drejtoresha e qerdhes Rinia, Fatlinda Jahja, nënvizoi se puna për mirëqenien e fëmijëve është një proces i vazhdueshëm që kërkon bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve dhe familjes. Qëllimi i manifestimit është për të shënuar ditën ndërkombëtare të fëmijëve, 1 qershorin. Më këtë ditë fëmijët bashkë me grupet edukatore dhe për kujdese diskutojnë edhe për të drejtat e tyre që në të ardhmen ato në bazë kësaj të kenë një synim se si do të rriten, çfarë do kërkojnë dhe si do ta planifikojnë të ardhmen. Ky projekt u përkrah nga Akademia Litera. Ne si një koqir të këtij organizimi tani më që 2 vite e kemi bërë si traditë që të rikujtojmë ditën ndërkombëtare të fëmijëve, 1 qershorin, me që rast edhe të japim një mesazh se në këtë botë plot nxitim, fëmijët janë ato që na tregojnë vlerat e vërteta të jetës. Ndryshe 1 qershori ka filluar të shënohet zyrtarisht në periudhën e pas luftës, më saktësisht pas vitit 1950, kur u vendos si ditë ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve. Edhe në kuadër të ish Jugosllavisë, kjo ditë tradicionalisht shënohej me aktivitete të ngjashme nëpër shkolla e kopshte, duke vënë gjithmonë në qendër të drejtat dhe lumturinë e më të vegjëlve.